Rikthehemi sërish në hapësirën e ftuarit të ditës, do të mbetemi sërish me samitin e diasporës. Kemi një përfaqësuese që ishte pjesëmarrëse në këtë samit, bëhet fjalë për përfaqësuesen nga Këshilli Koordinues i Diasporës, zonjën Brekena Muharremi. Zonjë Muharremi, faleminderit shumë që jeni me ne. Faleminderit shumë për ftesën, kënaqësi. Titulli juaj çfarë është konkretisht pra Këshilli Koordinues i Diasporës, një antare siç jeni edhe ju? Këshilli Koordinues i Diasporës është një organ shtetëror i cili u krijua për herë të parë në historinë e shtetit shqiptar në vitin 2019 në bazë të ligjit për diasporën 2018. Jemi 15 antar nga shtetet të ndryshme të botës. Unë jam përfaqësuese nga Britania e Madhe dhe qëllimi apo detyrat e Këshillit janë që të përfaqësojnë interesat e diasporës shqiptare kudo në botë dhe të identifikojnë problemet me të cilat përballet diaspora dhe t'i propozojnë institucioneve në Shqipëri zgjidhje rreth atyre problemeve. Ne gjithashtu shërbejmë si një lidhse në mes të diasporës dhe institucioneve në Shqipëri dhe miremi me komunitetet ku jetojmë atje në shtete të ndryshme. Është samiti i 4 i diasporës, çfarë kishte ndryshe ky samit? Ju keni marrë pjesë edhe në samitet e tjera? Po, kam marrë pjesë në gjitha samitet dhe secilin samit që është mbajtur, kemi mësuar nga samiti më parshëm dhe mendoj që kësaj here është më i strukturuar, kemi panele më shumë se që kemi pas në samitet më parshme, janë 18 panele, dje kanë qenë një pjesë dhe sot janë një pjesë tjetër e paneleve. Dhe kanë të gjitha qëllimin e kanë që të fokusohen në tema që janë të rëndësishme për diasporën dhe qëllimi është që të krijohet një hapësirë bashkëbisedimi, një dialog në mes të diasporës dhe institucioneve në Shqipëri, në mënyrë që të gjejmë ato çështjet me cilat në të cilat duhet të fokusohemi dhe të cilat pastaj mund të përdoren edhe për përgatitjen apo hartimin e politikave dhe ligjeve, të cilat kanë gjithmonë për qëllim avancimin e Shqipërisë dhe krijimin e një marrëdhënie sa më të mirë me diasporën shqiptare. Zonjë Muharremi ju e tha që ka shumë panele që diskutohet në këto ditë të samitit që po mbahet në Tiranë. Çfarë temash janë diskutuar konkretisht, duke qenë se janë shtuar nga vit në vit dhe në samitet pjesëmarrëse edhe temat e diskutimit? Temat kryesore janë përfaqësimi i diasporës në institucione, si për shembull vota e diasporës, demokracia, gjuha, ruajtja e gjuhës shqipe, ruajtja e kulturës dhe identitetit shqiptar, biznesi, inovacioni, bota arbreshe. Tani më herët isha në panelin e arbreshve, ku ishte një diskutim shumë i mirë dhe është një histori impresionuese, nga e cilat gjithë duhet mësojmë në diasporë. Pra, do të ketë një panel sot edhe rreth të ardhmës. Do të shohim nga ardhmja çka do të bëjmë më tutje ne si diasporë, me që jemi në Këshillin Koordinues të Diasporës dhe me kolegët tjerë jemi të gjithë 13 nga ne jemi këtu në Tiranë. Do të diskutojmë së bashku me Agjencinë Kombëtare të Diasporës, e kemi edhe ministrin Hoxha, i cili do të jetë në një panel në orën 2:15, ku do të diskutojmë hapat më tej, çka do të bëjmë më tej. Sa konkretisht po diskutohen problemet reale të emigrantëve të diasporës në këto samit? Mendoj që secili panel ofron një mundësi të mirë, një rast të mirë, që çështjet që prekun diasporën të diskutohen. Aty ka specialistë të fushave të ndryshme dhe ata patjetër që i diskutojnë çështjet të cilat ata mendojnë janë çështje në të cilat institucionet tona duhet të fokusohen dhe kuptohet kemi edhe pjesëmarrjen e publikut ku mund të bëhen edhe pyetje. Pra, unë mendoj që është një rast i mirë, nuk kam pas rast të shkoj në të gjitha panelet, për shkak se disa janë në të njëjtën kohë, por besoj që nga të gjitha këto edhe qëllimi është që të nxirren konkludime dhe çështje në të cilat duhet të fokusohemi. Tani kemi edhe strategjinë kombëtare të diasporës, e cila është në përgatitje e sipër, pra strategjia e re 2025-2030,
Dhe pra ky summit shërben edhe për këtë, do thot, në përgatitjen e kësaj strategjie, në të cilin edhe ne si Këshill Koordinues i diasporës jemi të angazhuar. A mendoni zonjë Marremi se këto takime prodhojnë politika konkrete apo mbeten më shumë në vazhdën e manifestimeve simbolike? Unë mendoj që prodhojnë politika konkrete, për shkak se samiti i parë i diasporës ishte në vitin 2016 dhe në fakt institucionet e diasporës, të cilat u krijuan me ligjin për diasporën të vitit 2018, disa nga propozimet kanë qenë propozime nga diaspora në samitin e parë të diasporës dhe një nga këto ka qenë edhe Këshilli Koordinues i diasporës. Unë mendoj që institucionet tona e dëgjojnë diasporën dhe kuptohet që këto ndoshta duken që nuk bëhet shumë, por në fakt të bëhet një ligj nuk është një gjë e thjeshtë dhe mendoj që shteti shqiptar ka bërë një hap shumë të madh sa i përket diasporës, duke krijuar institucione të posaçme për diasporën, përveç Këshillit Koordinues, është edhe Agjencia Kombëtare e Diasporës, është Qendra për Botime të Arbrezhve dhe disa tjera. Do thot, Shqipëria është një ndër vendet e pakta në botë që ka institucione të posaçme të dedikuara për diasporën. Unë mendoj që ky është një hap shumë pozitiv dhe kuptohet që është një dialog i vazhdueshëm dhe patjetër që prodhon edhe bashkëpunime të mira në mes të diasporës dhe vendlindjes. Shembuj mund të marrim shumë nga bota e biznesit, ku vetëm sot isha në bisedë me një biznesmen nga Britania, i cili dha shembuj konkret që ishte lidh me biznese këtu edhe që kishte bërë bashkëpunime me ta. Do thot, ndoshta duken që në kështu në pamje të parë nuk duket që bëhet diçka, por në fakt gjërat ndodhin aty brenda diskutimeve në lidhjet në mes të njerëzve, i cili është edhe njëri ndër qëllimet e këtij samiti. Do thotë që të bashkohen gjithë shqiptarët nga e gjithë bota dhe që të krijojnë një bashkëpunim sa më të afërt me njëri tjetrin. Çfarë roli duhet të kryej të gjithë institucionet shqiptare për mbrojtjen e diasporës në Mbretërinë e Bashkuar, vend që ju jetoni dhe punoni për 30 vitesh? Janë disa marrëveshje që Britania dhe Shqipëria i kanë bërë në fushën e ligjit dhe mendoj që Shqipëria bën atë çka i takon patjetër sa i përket diasporës. Por unë mendoj që gjithmonë duhet ta pyesim vetëm se çka ne mund të kontribuojmë, jo vetëm se çka mund të bëj shteti për ne, për shkak se në fundi është secili nga ne që e ka atë drejtimin e vet, profesionin e vet, dhe secili nga ne mund të japi kontributin e vet. Dhe kjo edhe po ndodh, do thotë nuk është që diaspora pret nga institucionet të bëjnë për ta. Patjetër që ka edhe kontribut nga institucionet, por mendoj që ajo puna më e madhe bëhet nga vet diaspora, të cilët me punën e tyre veç janë duke dhënë një kontribut të rëndësishëm në zhvillimin e Shqipërisë, por dhe të vendeve tjera në rajon, të Kosovës e tjera. A ka një strategji konkrete për kthimin e diasporës kudo që ndodhen në vendin tonë për kontribuar për të ndihmën e tyre? Atëherë, mënyra, do thot, ftesa nuk është e jarni të gjithë dhe ktheuni në Shqipëri, në Kosovë, apo kudo në vendlindje. Ftesa është për gjithë diasporën që të japin kontributin e tyre në mënyrën e tyre. Kjo mund të jetë përmes investimeve financiare, përmes hapjes së bizneseve në Shqipëri, përmes bashkëpunimeve në mes të bizneseve në diasporë dhe Shqipëri, përmes bashkëpunimeve profesionale. Për shembull, njerëz që punojnë në diasporë, në profesione të ndryshme, mund të bëjnë bashkëpunime me profesionistë në Shqipëri, në Kosovë, në fusha të ndryshme. Si shembull, po e marr mjekësinë, për shembull, mjekët që janë në diasporë, shqiptar që janë shumë të suksesshëm dhe ka kuptohet shqiptar të suksesshëm në çdo fushë, ata veç e di që i kanë disa bashkëpunime me mjekët në Kosovë në këtë rast, dhe dje në fakt e patëm edhe një takim
si këshill koordinues, ku u diskutua kështu një çështje e bashkëpunimit në mes të Holandës dhe institucioneve të shëndetësisë këtu në Shqipëri. Pra, mundësitë e bashkëpunimit janë të panumërta dhe mendoj që është thjesht një çështje e ideve, me që dëshira për të kontribuar gjithmonë ekziston. Qartë, zonjë Muharremi, a është e përfaqësuar në mënyrë të plotë diaspora në Britaninë e Madhe në këto forume që ne jemi duke folur? Në çfarë aspekte sa i përket në samitin e ditës së sotme dhe të djeshme që është duke mbajtur në Tiranë, sa përfaqësues ka nga Mbretëria e Bashkuar në këtë samit dhe si po kontribuon ata? Po tani në panelin për gjuhën është një përfaqësues i mësuesve nga Britania e Madhe. Ka pjesëmarrës, disa pjesëmarrës që unë personalisht i takova dje dhe sot nga Britania e Madhe. Mendoj që edhe nga bota e biznesit, gjithashtu ka nga Britania e Madhe. Kështu që është një pjesëmarrje e mirë, jo vetëm nga Britania, por nga shtete të ndryshme. Janë 38 shtete nga ku marrin pjesë diaspora. Zonjë Muharremi, sa të rëndësishme janë këto forume për të bërë bashkë dhe për të takuar, pse jo në një aspekt ndërpersonal, të gjitha ato personazhe që ndodhen kudo në për diasporë, por këto samita i bën bashkë dhe mund ndajnë përvoja, eksperienca, por edhe bashkëpunime, pse jo? Patjetër, përveç do thot çështjeve më të përgjithshme ose që lidhen me institucionet dhe politikat e institucioneve, janë edhe ato bashkëpunimet, ndërveprimet në mes të profesionistëve dhe diasporës dhe antarëve të diasporës që marrin pjesë këtu, që janë shumë të rëndësishme. Në fakt, çdo gjë bëhet nga njerëzit dhe ato lidhjet janë shumë të rëndësishme dhe bashkëpunimet. Dhe ky samit është mundësia perfekte për një jo vetëm një takim me ata njerëz që ne i njohim, por një takim me antarë të diasporës nga shtete të ndryshme dhe krijimin e lidhjeve të reja. Zonjë Muharremi, pak më herët ju përmendët që një mësuese e cila ushtron veprimtarinë e saj, ushtron veprimtarinë e tij në Britaninë e Madhe, është pjesë e samitit dhe e një prej forumeve, por sa e rëndësishme shtruhet gjuha shqipe, të mësohet shqip për të gjithë fëmijët e personave që ndodhen në diasporë, që ndoshta për shkak edhe të angazhimeve të shkollave janë të lidhur me një gjuhë caktuar të vendit ku ata po jetojnë dhe ndoshta gjuhën shqipe e lën paksa më një anë edhe për shkak të mundësive. Sa e rëndësishme është kjo? Gjuha është ajo që na bashkon, jo vetëm ne, por çdo popull. Gjuha është ai elementi kryesor apo identiteti i një populli dhe mendoj që është shumë e rëndësishme ruajtja e gjuhës shqipe. Në Britani, por edhe e di që edhe në shtete tjera, bëhet një punë jashtëzakonisht e madhe nga shkollat shqipe, ku mësuesit shumë shpesh punojnë pa pagesë në fundjavë dhe japin mësim nxënësve të komunitetit shqiptar në mësimin e gjuhës. Ka shumë fëmijë që kanë lindë në diasporë dhe flasin shqipen shumë bukur. Kuptohet ka edhe të tillë që ndoshta nuk e flasin edhe në nivel të duhur, por mendoj dëshira edhe e prindve ekziston. Është një çështje nganjëherë edhe menaxhimi, për shkak se edhe prindrit punojnë, kanë angazhime dhe një pjesë e madhe e ruajtjes së gjuhës është në fakt folja, të flitet gjuha në shtëpi, ajo është pika e parë. Por kuptohet edhe shkollat shqipe e bëjnë atë pjesën e vet përmes orëve të mësimit në fundjavë. Dhe dëshiroj kështu ta bëj një falënderim për gjithë mësuesit kudo në diasporë për gjithë punën që e bëjnë. Ata janë heronjët e gjuhës tonë. Zonjë Muharremi, një kërkesë e ka hershme shqiptarëve në diasporë ka qenë edhe kontributi i tyre me votë. Vota diasporës u mundsua në zgjedhjet e majit të vitit të kaluar. Si e kanë parë emigrantët këtë lloj procesi, çfarë duhet bërë ndryshe? Po flas me ju si antare e Këshillit Koordinues, të paktën të emigrantëve në Britaninë e Madhe me Shqipërinë. Ka kërkesa të tjera që ata kërkojnë? Atëherë vota diasporës është e vërtetë ka qenë pika kryesore që ne si Këshill Koordinues kemi qenë të fokusuar, unë personalisht me një kolege tjetër nga Këshilli, kemi qenë edhe më ngushtë të angazhuara me votën e diasporës, me gjithë procesin e mundësimit të votës së diasporës.
Si që dini, kjo ka qenë një kërkesë hershme, shumë e hershme e diasporës dhe tani u realizua dhe jemi patjetër shumë të lumtur që u arrit një gjë e tillë. Tani Shqipëria është në mesin e shteteve të shumta që e mundsojnë votimin nga jashtë. Kërkesat tjera lidhet me atë që e folëm pak më herët, me gjuhën shqipe. Një kërkesë konkrete për cilën më kanë folur edhe mësuesit në Britani është pagesa e mësuesve. Është një iniciativë të cilën në fakt qeveria shqiptare e ka filluar me mësuesit e Greqisë dhe tani qëllimi është që të gradualisht të shtrihet kjo edhe në shtetet të tjera. Mendoj që kjo është shumë e rëndësishme, për shkak se, siç e tham, gjuha shqipe është ajo që na bashkon dhe është edhe një ndër prioritetet edhe të qeverisë shqiptare. Qartë, për të pyetur ju, duke qenë se jetoni, siç e tham, në Britaninë e Madhe, sa i rëndësishëm është integrimi i shqiptarëve dhe si është bërë në këto vite? Janë integruar shqiptarët në vendin ku ju jetoni? Absolutisht, shqiptarët janë shkëlqejnë jo vetëm në Britani, por në shtete tjera, siç e dim, në çdo fushë, në çdo profesion, janë spaku 2000 biznese të regjistruara nga që do thotë që janë të identifikuara si shqiptar, ka dhe të tillë sigurisht që nuk dihet që janë shqiptar ndoshta, por ata që kanë deklaruar që janë me kombësi shqiptare, që janë të regjistruara në Britani, ka profesionistë shumë në fushën akademike që japin ligjërata në universitetet më të mira në Britani, janë rreth 200 avokat me origjinë shqiptare në Britani, janë rreth 150 mjek me origjinë do të shqiptar, që punojnë në Britani, në çdo profesion, në çdo fushë, pastaj në fushën e artit, ato personalitetet e njohura që i kemi, Dua Lipën, Rita Ora, do thotë jemi një popull në përgjithësi që shkëlqejmë në çdo fushë dhe për cilën jemi shumë krenar. Mendoj që nuk e kemi problem as pak integrimin, për shkak se shqiptarët në përgjithësi janë njerëz që punojnë shumë dhe e dëshirojnë më të mirën, jo vetëm për veten e tyre, por për familjen e tyre, për vendin, për vendlindjen, por edhe për shtetin ku jetojnë aty. A ka ndryshuar perceptimi për shqiptarët në Angli vitet e fundit? Atëherë, shqiptarët kuptohet që kemi pas një kohë kur mediat her pas here fokusoheshin në raste penale, do thot me ata të cilët kanë probleme ose kanë pasur probleme me ligjin. Dhe kjo kuptohet që në momentin që del në media dhe bëhet titull kryesor, ndikon kuptohet edhe në imazhin e shqiptarëve, por unë them që ky është një numër i vogël, një përqindje e vogël e shqiptarëve që kanë probleme me ligjin dhe është sistemi i drejtësisë i cili mirret me ata persona dhe një numër i vogël i njerëzve që mirren me krime nuk mund të jenë shembull se si është një popull i tërë. Do thotë, ai është një përgjithësim i padrejtë dhe mendoj që populli britanez në përgjithësi e kupton këtë, e kupton që jo të gjithë shqiptarët janë të njëjtë. Kështu që edhe pse kemi ato sfidat her pas here nga mediat, që vinë do thot nga mediat për shkak të publicitetit që i bëhet rasteve të saktuara, unë mendoj që shqiptarët që punojnë çdo ditë me britanezët e dëshmojnë veten çdo ditë se kush janë shqiptarët. Dhe mendoj që është një dallim në mes të retorikës që dëgjohet në media dhe në fakt realitetit të përditshëm. Si mund të ruhet identiteti kulturor, ndërkohë që edhe integrohesh në një vend huaj, në këtë rast në Britaninë e Madhe? Kjo është kuptohet një çështje personale, mendoj varet edhe sa është i lidhur personi me vendin, me vendlindjen, me identitetin, por mendoj që është shumë e rëndësishme që ta respektosh kush je, pa marrë parasysh çfarë kombësie je. Është me rëndësi që ne si shqiptar ta respektojmë veten, identitetin ton. Dhe kjo mund të ruhet përveç kuptohet lidhjes me vendlindjen, e cila gjithmonë e mban atë ruajtjen e identitetit, mund të ruhet edhe të promovohet edhe përmes aktiviteteve që bëhen në diasporë, që janë të shumta në fakt,
ka shumë aktivitete kulturore ku promovohet kultura jonë, muzika jonë, gjuha jonë, është shoqata e artistëve shqiptaro-britanik, për shembull, e cila bën aktivitete shumë të mira në këtë rast. E ishte një aktivitet për Ismail Kadarin në janar në Londër, ku kishte pjesëmarrës edhe shqiptarë edhe britanez, dhe u bën një koncert i mrekullueshëm. Dhe këto janë të rregullta, do të thotë ka shumë të tilla, edhe besoj që ekzistojnë në çdo shtet, jo vetëm në Britani. Dhe gjitha këto na ndihmojnë që ta ruajmë kulturën tonë, gjuhën tonë dhe të lidhemi edhe me njëri tjetrin sa më shumë. Zonjë Muharremi, cili është hapi i radhës i Këshillit Koordinues në Britaninë e Madhe me Shqipërinë në këtë rast, duke qenë se ju jeni antar, siç e tham edhe më herë? I Këshillit Koordinues. Po. Këshilli Koordinues është në fakt i për gjithë diasporën, jo vetëm për Britaninë e Madhe. Unë vi nga Britania e Madhe, por ne përfaqësojmë gjithë diasporën në gjithë botën. Dhe hapi tjetër është të punojmë me institucionet në hartimin e strategjisë kombëtare të diasporës, të cilin, pra, siç thash më herët, jemi të angazhuar në përgatitjen. Aty janë të angazhuar edhe të tjerë, kuptohet nga institucione tjera të vendit, ka edhe ekspert të huaj për çështjet e imigracionit. Ky është hapi tjetër. Dhe kemi edhe grupe të punës brenda Këshillit, varësisht nga specializimit që kemi në fushat që veprojmë, dhe secili nga ne i japim atë kontributin ton në fushat të ndryshme. Kemi për shembull mësuesit, të cilët punojnë ngushtë me Ministrinë e Arsimit. Kemi pastaj pjesën e ekonomike, kemi 2 antarë të cilët janë të angazhuar me dhomën e biznesit të diasporës, e cila është e bazuar në Tiranë dhe bën aktivitete të ndryshme me bizneset. Qëllimin e ka që të lidhë gjitha bizneset shqiptare në gjithë botën. Pra, jemi, siç thash, të ndarë në grupe të ndryshme dhe secili me atë pjesën tonë kontribuojmë, por ajo do thot ai i përgjithshmi është për momentin ai hapi ose projektin cilin për momentin jemi të angazhuar është strategjia kombëtare e diasporës. Qartë, zonjë Muharremi, çfarë mendoni për summitin që është mbajtur, siç neve jemi duke diskutuar, por sa rëndësishme është që të ketë akoma më shumë aktivitete që lidhen me diasporën në të ardhmen në Shqipëri, ndoshta jo në formën e summitit, por në forma nga më të ndryshmet. Po. Aktivitete mendoj që bëhen rregullisht, përmenda dhomën e biznesit diasporës, e cila organizon aktivitete her pas here. Unë po e përmendja dhe shoqatën e avokatëve shqiptarë britanikë, cilin unë e drejtoj. Ne kemi në fakt nesër një ngjarje që jemi duke e organizuar në bashkëpunim me inspektorin e lartë të drejtësisë, i cili ku do të marrin pjesë profesionistë të fushës ligjore që punojnë në diasporë, do të marrin pjesë aty dhe aty kemi edhe krerët e institucioneve si që është avokati i përgjithshëm i popullit dhe kryetari i Këshillit Prokurorial në Shqipëri. Qëllimi është që të diskutojmë se si mund diaspora të kontribuojë në sistemin e drejtësisë në Shqipëri, duke marrë parasysh reformat që po ndodhin në sistemin e drejtësisë në Shqipëri. Gjithashtu mund të përmendje edhe aktivitete që kemi bërë në Londër, në fushën e drejtësisë, si shoqatë e avokatëve shqiptarë britanik, ku kemi pas 3 evente vetëm në vitin e fundit, me figura të rëndësishme të Shqipërisë që kanë ardhur në Londër dhe kemi bërë do të thotë ngjarje ku kemi pas bashkëbisedime me profesionistë shqiptarë që punojnë në Londër. Kemi pas kryetarin e gjykatës së lartë me gjykatës të tjerë të lartë, duke përfshirë edhe ish drejtorin e vettingut, kemi pas inspektorin e lartë të drejtësisë, dhe gjitha këto shërbejnë për një bashkëpunim të mirë në mes të 2 sistemeve ligjore. Një gjë që ata e kanë vlerësuar është fakti që ne si profesionistë të fushës së drejtësisë në diasporë jemi të gatshëm të kontribuojmë përmes shkëmbimit të përvojave, për shembull, e cila është shumë e rëndësishme. Dhe
si rezultat në fakt i interesimit që kishte në ngjarjen e fundit të cilën e organizuam në Londër me inspektorin e lartë të drejtësisë në shkurt të këtij viti, inspektori i lartë i drejtësisë ja bëri një ftesë të gjithë profesionistëve në diasporë që janë të interesuar të vinë në Tiranë, të punojnë në institucionin e tij, ose ta bëjnë një periudhë të caktuar kështu një si internship ku mund të punojnë ose ta shohin se si punon institucioni inspektori i lartë i drejtësisë, dhe si rezultat i kësaj ftese disa profesionistë nga Londra do të vinë në Tiranë dhe do të punojnë me inspektorin e lartë të drejtësisë. Ky është rezultati i një bashkëpunimi që kemi bërë, do thotë, shumë të mirë me kolegët këtu në Tiranë. Dhe është një gjë e cila jam e sigurt që ndodhe edhe në fusha tjera, jo vetëm në drejtësi. Qartë. Zonjë Marrime, faleminderit shumë që ishim me ne në këtë bisedë dhe shumë suksese në angazhimet tuaja në vit. Faleminderit, ishte kënaqësi. Mirë, do të mbetemi sërish në tematikën e